Atëherë kafe ekspres, që nga emri, është një kafe shumë e shpejtë. Pavarësisht se nëse do e krahasoni me popujt, domethënë italianët, e pinë shumë shpejt dhe pastaj vazhdojnë në jetën e tyre. Nësa për ne shqiptarët, një kafe ekspres mund të zgjasë edhe 2-3 orë. Kështu që... Mirë apo keq kjo? Jo, është mirë, nuk... Okay. Nga dalë me shef se nuk është italianët e pinë base për kafeinën, po për ne është një ritual. E vërtet. Kështu që është shumë ndryshe. Mirë po, kafeja të cilën e përgatisim në shtëpi? Më falë, nëse për kafenë turke, kafeja është kafe që pijet më ngadalë. Shijohet më tepër dhe edhe sikur të duash, nuk arrin të ta pish aq shpejt sa kafe ekspres. Për shkak të sasisë të ujit që ka, edhe trashësisë që ka si kafe. Pastaj, sidomos kur pihet me gjysën, është jo jashtëmashme.